Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahu xhelle xhelalu, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatin mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Njerëzit të cilët jetuan para kohës së Muhamedit alayhis salam kishin devijuar nga parimet me të cilat kanë ardhur pejgamberët e mëhershëm, që nga koha e Ibrahimit a.s. e me tutje. Prandaj dhe themi se Muhamedi a.s. është vazhdimsi e mesazheve profetike që ishin të mëhershëm, por dhe plotësimi i atyre mesazheve, por jo vetëm kaq. Dërgimi i pejgamberit a.s. të ndershëm vëllezër ka ardhur me veçori të shumta, ose themi si koncept Islami si mesazh i fundit qiellor, vazhdimsi e vlerave me të cilat kanë ardhur pejgamberët e mëhershëm, ka ardhur pra me veçori të shumta. Dhe në mesin e veçorive me të cilat ka ardhur Islami është thirrja në mesatare. Dhe kjo do të jetë tema e kësaj hutbe. Islami promovon mesataren. Dhe kur themi mesataren të cilin e promovon Islami, patjetër duhet ta kuptojmë se Islami thret në mesatare në të gjitha poret e jetës, në të gjitha segmentet fetare, mesatar në adhurimin e Allahut, mesatar në njohjen e Allahut, mesatar në zbatimin e normave me të cilat ka ardhur Allahu, mesatar dhe në jetën e përditshme. Dhe krejt kjo determinon se Islami nuk e don teprimin. Islami nuk e don skajshmërinë, ekstravagancën. Për atë arsye dhe themi se teprimi vije si rezultati dy faktorëve. Faktori parë është ignoranca, padituria. Pra, padituria e imponon teprimin, sepse i paditurit të ndershëm vëllezër nuk din të nxjerrë mesataren as të adhurimit e as të praktikës. Prandaj edhe këtu e tërheqim një paralele për të pasë sa është e rëndësishme dituria në jetën e kësaj bote në të gjitha segmentet e jetës, por me theks të veçantë në njohuritë fetare. Pra, sa ma të ditur, jemi ma mesatar, jemi në mesataren e artë që donë Allahu. Sa ma të paditur, kalën në ekstrem. Dhe faktori i dytë që nxit në ekstrem është pasimi i egos ose euforia. Personi i cili është euforik, ai nuk din të nxjerrë mesataren. Ai gjithmonë anon ka teprimi në të dy aspektet. Qoftë që e tepron duke dalë nga normat, qoftë që e lën mangu normën. Andaj të ndershëm vëllezër, duke marrë parasysh këto parime, themi se vërtet me të mirat me të cilat ka ardhur Islami është mesatarja dhe që është interesi joni. Allahu xhelle xhelalu në Kur'an, po ashtu dhe vetë pejgamberi alayhis salam e kanë promovuar këtë maksim, këtë vlerë në Kur'an dhe në Sunet. Në mesin e citateve është citati në suratul Beqara ku Allahu xhelle xhelalu thotë وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Allahu në Kur'an po thot, ne vërtet juve ju kemi bërë ummet mesatar, popull mesatar. Nga këtë citat nxjerrim shumë mësime të ndershëm vëllezër. Kërkoj vëmendjen e ju. Allahu po thot, unë ju kum bë juve ummet mesum, mesatar. Nga mësimet që nxjerrimi është se kush e pas ka përcaktuar pro mesataren? Kush është ai që e cakton mesataren? Njeriu apo Allahu? Allahu. E çka determinon kjo? Kjo determinon se normat që i ka sjell Allahu në Kur'an ose që ka ardhur me to pejgamberi alayhis salam janë mesatar. Janë norma mesatare. Mu fal pra është mesatar, nuk ka ekstrem. Edhe pse të tjerë mund me të etiketu ty vit që vjen sot në xhumë, ti je ekstrem. Veç pse agjeron të etiketon që ti je ekstrem. Veç pse mbuluhet femra, është ekstreme. Pse? Se tham, këta e kanë dy probleme. Një, paditurin, e dyta, gjykimi me eufori. Pra, mesataren e pas ka përzgjedh kush?
Krijuesi është ai që e përcakton mesatarën. Dhe nga kjo vim përfundim se normat që Zoti ka sjellë në Kur'an vëllezër, të gjitha normat që Zoti ka sjellë në Kur'an ose i ka promovuar pejgamberi janë të nxjerrura nga mesatarja e artë. Dhe mësimin e dytë që e nxjerrmi nga ky citat është se ummeti i pejgamberit alayhis salam janë ummet mesatar. Këta përshtaten në çdo kohë dhe në çdo vend. Në çdo kohë dhe në çdo vend, pavarësisht çfarë flasin të tjerë. Të tjerë mund t'ju thojnë, këta janë kështu ose janë ashtu. Jo, ti je mesatar. Ty po të lavdëron Allahu. E nëse të lavdëron Allahu, mos bën përshtypje, fyrje ose ofendimi të tjerëve. Shembuj kemi të shumë të ndershëm vëllezër për promovimin e mesatarës që e bën Kurani dhe Suneti. Në mesin e shembujve po e sjellin një citat të përgjithshëm në Kur'an, por se është i vazhdueshëm deri në ditën e gjykimit. Në suratul Qasas, në kapitullin e tregimeve, Allahu xhalla xhelalu thot: "Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah, wa la tansa nasibaka min ad-dunya, wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk." Dhe ti me atë që ne ty ta kemi dhënë nga pasuria, kërko botën tjetër. Kërko xhenetin, por mos e harro hisën tonë që i kin këtë botë dhe bën mirë ashtu siç ne kemi bën mirë ndaj teje dhe vazhdon citati. Pra, si e nxjerrmi mesatarën nga ky citat? Si e kuptojmë nga ky citat mesatarën? Kuptojmë se ka popull që në këtë botë janë dhënë vetëm mas materjes, që quhen materialista. Ata janë dhënë vetëm nga pasjetës së kësaj bote. Ky është teprimi. Dhe teprimi tjetër është ka tjerë që e kanë harru komplet këtë botë, mirën vetëm me tjetrën. Dhe mesatarën Allahu e ka sjellë këtë citat. Por ne, sikur thot Allahu, juve si ummeti pejgamberit alayhis salam i përzgjedhur, ju kemi bën mesatar që ju edhe shkolloheni, edhe martoheni, edhe ushqeheni, edhe hani, edhe pini, por edhe kërkoni botën tjetër. Kjo është një prej mesatarëve të arta që i ka promovuar Kurani e që koha nuk na premton për më në detaje. Pastaj të ndershëm vëllezër, nga kuptimi i mesatarës që e nxjerrmi, të cilin e ka promovuar pra Kurani dhe Suneti është lehtësimi. Lehtësimin që e ka pru, pra Allahu xhelle xhelalu në Kur'an dhe ka promovuar pejgamberi sa determinon për mesatarën. Pra feja islame ka ardhur me lehtësime, e ka promovuar lehtësimin dhe kemi përplot argumente për këtë. Allahu xhelle xhelalu në suratul Hajj thot: "Wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj." Allahu thot: asgjë nuk ju kemi bërë të vështirë në fe. Që i bie se pra nga mesatarja që kuptohet është lehtësimin që e ka sjellë Islami, pra shpallja e fundit, sepse popujt e mëhershëm kanë pas vështirësi të shumta në praktikim të fesë. Ndërsa mesazhi i fundit qiellor që ka ardhur me lehtësime, këtë po e promovon Allahu. Në suratul Bekare po ashtu thot Allahu, duke promovu këtë vlerë, la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Allahu nuk e ngarkon robën e tij për te mundësie. Që i bie se sot kemi ardhur mu fal. Dikush falet në kam, e dikush falet ul në karrik, e dikush falet në tokë, e dikush falet shtënit. Kjo është një prej lehtësimeve. Dikush mund me marr abdes me ujë, dikush me tejemum. Pra, kjo është prej lehtësimeve. Pastaj Allahu xhelle xhelalu ju vetëm që e ka promovu mesatarën dhe e ka promovu këtë mesatare përmes lehtësimeve, por dhe këtë dëshiron Allahu xhelle xhelalu. Allahu robëve të tij ja dëshiron këtë lehtësim, siç thot në suratul Bekare te citatet e agjerimit. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allahu juve u dëshiron lehtësimin, nuk u dëshiron vështirësinë. Pra të ndershëm vëllezër, lehtësimin që e ka pru feja islame është mesatarja. Kapja për vështirësinë, kapja për tëranën është teprim. Po ashtu këtë e ka promovuar edhe vetë pejgamberi alayhis salam në hadithe të shumta, hadithi e Enesit radhiyallahu anhu, kur i ka dërguar pejgamberi alayhis salam misionarët e tij Muadh ibn Jabelin, Ebu Musa al-Ashari, Allah qoftë i kënaqur me ta, po sjere që ka thonë yesira wala tu'assira. Lehtësoni çështjet njerëzve, mos ja vështirësoni. Beshira wala tunfira. Përgëzoni njerëzit, mos i tmerroni. Pra, kjo është mesatarja që ka sjellë Islami. Po jo vetëm kaq. Pejgamberi alayhis salam kur e promovonte vetveten në hadithin e Xhabirit radhiyallahu anhu ka thonë inma bu'ithtu mualliman muyassira. Unë jam dërguar te njerëzimi mësues, lehtësues.
mësues dhe lehtësues. Dhe jo vetëm kaq të ndershëm vëllezër, por dhe i çortonte pejgamberi alayhis salam ata që i shtrëngonin normat, ose e tepronin, ose tentonin të tepronin. Ibn Abbas radiallahu anhu thot, mund ka thonë pejgamberi alayhis salam, iyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fi din. Kujdes, mos e tepronin fe, sepse Allahu i ka shkatru popujt para juve, të cilët e kanë tepruar në fe. Teprimin fe është mos me adhuru Allahun që çdon Allahu, po sipas egos, sipas qefeve. Pra të ndershëm vëllezër, e përmbyllim hutbën e parë të kësaj xumaje se nga mirësitë që Allahu na ka nderuar si ummet është pra promovimi i mesatarës, dhe kjo mesatare është pra lehtësim për jetën tonë, sa më mirë pas që ta njohim fen, aq më lehtë dhe praktikojmë dhe këtë don Allahu xhelel xhelalu. E them këtë që ndëgjuat, kërkoj falje për vetvete dhe për ju kërkoni edhe falje, sepse Allah është fare i madh. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, vërtet feja islame është oqean në vlera dhe promovon mirësi të segmenteve të ndryshme. Prandaj, sa më shumë që ta njohmi fenë e Zotit xhelel xhelalu, është lehtësim për jetën tonë dhe nuk bim në vështirësi. Zakonshëm njerëzit binë në siklet si mungesë e paditurisë. E pastaj, si mungesë e paditurisë, lanë pa e kry një normë, sepse nuk e ka njohur çat normë. Por ndryshe, të gjitha normat në Islam pra janë mesatare dhe kanë ardhur për lehtësim. Gjithsesi, promovuam se pejgamberi alayhis salam e ka promovu mesataren, e ka përzgjedh me të letën dhe i ka çortu njerëzit që e teprojnë. Du me përmbyll këtë hutbë me një shembull. Ka shku një njeri te pejgamberi alayhis salam dhe i ka thonë, oj dërguari i Allahut, nuk po muj me zan namazin e sabahut për shkak se imami po e zgjat shumë. Për shkak se po e zgjat shumë, ju ka anku pejgamberit alayhis salam ky sahabi. E thot ky transmetuesi i hadithit. Thot aq shumë e ka marrë pejgamberi sa një ligjërat këshilluese dhe aq shumë ka qenë i zemruar me këtë rast, sa që ju ka bë thirrje njerëzve, ejuhan nas, inna minkum munafirun, o ju njerëz, ka nga ju që po i largon njerëz, po i largon nga feja. Prandaj, kujdes, nëse dikush për juve i prin njerëzve bëhet imam, letja u shkurton, letja u lehtëson, sepse në mesin e tyre ka të moshuar, në mesin e tyre pra ka pleç, në mesin e tyre ka fëmijë të vegjël dhe ka njerëz me halle. Pra të ndershëm vëllezër, sikur të ishte vetëm ky rast, në këtë që po e promovojmë, do të na mjaftonte. Pra të ndershëm vëllezër, fjala është për farzin, jo për nafilet. Nafilet zgjat si sa të mundesh ti, ndërsa në farze ka rregulla, sepse njerëzit kanë halle, njerëzit kanë nevoja. Pra të ndershëm vëllezër, përkundrazi që jemi thirr me adhuru Allahun, por në obligime ka rregulla. Pra të ndershëm vëllezër, shumëta janë faktet që flasin se vërtet Islami ka ardhur me mesataren e artë, por mesataren duhet ta njohmi për ta praktikuar ashtu siç është. Lutim Allahun xhelel xhelaluhu që na mundson ta e praktikojmë mesataren dhe Allahu të jetë i dashur i kënaqur me ne, me ato që e praktikojmë, ti pranon prej neve dhe juve dhe gjithë muslimanëve të gjitha veprat e mira. Lutem që Allahu ti të kalon vështirësitë dhe krizat nga ne, jo muslimanët ka do që janë. Lutim Allahun xhelel xhelaluhu që Allahu ti shëron të smuarit dhe ti mëshiron të vdekurit.